Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka zgjedhur Klodian Brahon si kreun e ri të Prokurorisë së Posaçme. Ai u zgjodh me 7 vota. 4 kandidatët, Adnan Xholi, Klodian Braho, Elvin Gokaj dhe Doloreza Musabelli, prezantuan përpara Këshillit të Lartë të Prokurorisë platformat e tyre, ndërsa pas procesit votimit, ai që u zgjodh ishte Klodian Braho. Braho mori 7 vota pro, ndërsa Adnan Xholi 3 vota. 1 vot shkoi për Elvin Gokajin, asnjë për Doloreza Musabelli. Klodian Braho do të ketë një mandat 3 vjeçar si drejtues i SPAK-ut, i cili do të zëvendësojë në këtë pozicion Altin Dumanin, të cilit i mbaron mandati më datë 18 dhjetor. Por kush është Klodian Braho? Klodian Braho është prokurori i SPAK-ut. Ai u emërua në këtë institucion më 19 dhjetor 2019 pas konfirmimit në detyrë nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit në kuadër të procesit të rivlerësimit ose ndryshe siç quhet procesi i vettingut. Braho ka hyrë në sistemin e drejtësisë më 14 nëntor 2007 pas përfundimit të studimeve në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tiranës dhe Shkollën e Magjistraturës. Karrierën si prokurore nisi në prokurorim pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Berat, ku punoi deri në vitin 2012. Më pas u transferua në prokurorinë e Vlorës, ku ushtroi detyrën deri në vitin 2015. Përfshir një periudhë si zëvendës drejtues i këtij institucioni. Në vitin 2015 Braho u emërua në prokurorim për krime të rënda në Tiranë, ku u përfshir në hetimet të çështjeve me karakter të veçantë penal. Pas shpërbërjes së kësaj prokurorie dhe krijimit të SPAK-ut, ai u emërua prokuror në strukturën e re. Gjatë karrierës së tij, Braho ka qenë pjesë e hetimeve që lidhen me zyrtarë të lartë dhe subjekte të dyshuara për krim të organizuar. Ndër dosjet që kanë ndjekur përmendet ajo ndaj ish-kryeprokurorit Adriatik Llalla. Në korrik 2019, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit e konfirmoi në detyrë me vendimin nr. 191 duke i hapur rrugë emërimit në SPAK. Në vitin 2022 ai u përfshi në procesin e kandidimit për postin e kreut të SPAK-ut, por më pas u tërhoq nga gara. Në mars të vitit 2023, Braho dha dorëheqjen nga një pjesë e një dosje që kishte në hetim në lidhje me çështjen e inceneratorëve, pas pretendimeve të ngritura nga palë të përfshira për mungesë transparence në veprimet procedurale. Aktualisht Braho vijon të ushtrojë funksionin si prokuror i posaçëm në SPAK. Braho ka qenë kandidati i parë i paraqitur për kreun e Prokurorisë së Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.